Kaçaniku, Fush Kosova, Vushtria, Obiliqi, Rahoveci, njësoj si Podujeva e Gjilani. Pse të mos vinë edhe të komunat tuaja investime 10 milionëshe. Mendoni mirë të dashur qytetar dhe zgjidhni kryetarin e duhur e që ju duhet. Të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor, ne duam që Kosova të vazhdoj të jetë e banuar në të gjitha anët e saj cep më cep. Nuk e duam braktisjen e fshatrave dhe as qytetëve. Këtë gjë në Evropë kanë arritur ta bëjnë vendet skandinave dhe Gjermania, si askush tjetër. Ato vende i marrim si model për zhvillimin lokal dhe politikat lokale të cilat duam t'i zbatojmë. E vetmja mënyrë që kjo të ndodhë është investim i madh dhe i mençur për pushtetin lokal. Populli i Kosovës ka një pjekuri të rrallë, një patriotizëm shembullor dhe një rini moderne. Keni për ta parë se ky popull do t'i befasoj në balotazh dhe do të votoj kundër bllokimeve e bloqeve të prapaskenës, sepse ne duam hapjen dhe modernizimin, zhvillimin dhe punën. Bloqet bllokuese do të bllokohen e komunat anë mban do të zhvillohen. Të dashur pjesëmarrës, ne kemi premtuar dhe do ta mbajmë fjalën. 1 miliard euro investime në për komuna dhe për komunat. Por ju e dini, unë nuk jap buxhetin e shtetit dhe paratë e taksave për ata kryetar të cilët nuk dinë të punojnë mirë apo për ata që vjedhin. Mos i votoni ata Mos i votoni ata që nuk din e nuk duan punën, e as ata që din e duan vjedhin. Me ata nuk ka investime e as zhvillim, siç nuk ka pasur për 20 vite pas luftës. E tash, më konkretisht të nderuar qytetar, ju ftoj që të gjithë ju që jeni votues në Prishtinë, ta votoni Hajrullah Qekun, ministrin më të suksesshëm në realizimin e investimeve, i cili po vjen me një mision të veçantë në kryeqytet. Unë sonte nuk do të flas për programin e tij të shkëlqyer, sepse ai do ta shpjegoj vetë në takimet me ju, por po flas për zotimet e mia si kryeministër dhe bashkëpartiak i Hajrullah Qekut. Me hajron kryetar, në kohë rekorde, do të japim mbështetjen për unazën e jashtme të qytetit dhe puna do të filloj brenda pak muajsh, sepse nuk e durojmë dot më bllokimin. Me hajron kryetar e me vetëvendosjen qeverisje lokale, para vitit 2030, Prishtina do të jetë kryeqytet model për rajonin i pajisur me stadiume, palestra, salla sporti, pishina dhe objekte të tjera sportive e kulturore, gati për të pritur një event gjigant siç janë lojrat mesdhetare. Me hajron për një Prishtinë së cilës ja kthejmë krenarin, barazin, funksionimin, zhvillimin. Andaj e ftoj këtu pranë meje e para jush kryetarin e ardhshëm të kryeqytetit Hajrullah Qekun. Faleminderit. Ju falenderoj gjithëve për këtë mbështetje të madhe që në fakt po e shohim që disa muaj cep komunës Prishtinës, edhe në qytet, edhe në fshat. Mirë se erdhët gjithë në Prishtinë, suksese gjithë kandidatëve, kolegëve të mi të vetëvendosjes. Ne në Prishtinë
kemi ndërtuar një front të gjerë qytetar kundër qeverisjes së keqe të 4 viteve të fundit, dhe ky bashkim i qytetarëve, i banorëve të Prishtinës, është shumë më i fuqishëm se bashkimi i këtyre tjerëve, që në fakt po bëhen bashkë vetëm për interesa, vetëm për pushtet, e ne po bëhemi bashkë për qeverisje të mirë, për një Prishtinë të ndryshimeve të mëdha bashkë me kryeministrin Kurti. Ne po bëhemi bashkë për shkolla më të mira për kryeqytetin, ku do të krijohen kushtet për një mësim gjithditor serioz. Për më shumë çerdhe publike dhe me bazën komunitet, me kosto të përballueshme, që prindrit e posaçërisht gratë të kenë mundësi të aktivizohen tregun e punës. Ne po bëhemi bashkë për një Prishtinë të sportit, sepse i presim lojrat mesjetare, por pastaj vazhdojmë me vizionin për Prishtinën si qendër e rëndësishme e ngjarjeve sportive ndërkombëtare. Ne po bëhemi bashkë për një Prishtinë të mirëqenies për secilën familje, për përkujdesje për të gjithë ata që kanë nevojë, e sidomos ata që janë të marginalizuar. Ne po bëhemi bashkë për një Prishtinë ku buxheti nuk i shërben grupeve të caktuara, buxheti nuk është instrument as për shlyerje të borxheve, as për të privilegjuar dikë, por për të adresuar nevojat, hallet, kërkesat e qytetarëve, e ky buxhet po bëhet bashkë me qytetarët, ndërsa investimet do të bëhen duke respektuar parimin e barazisë. Investojmë aty ku ka nevojë, investojmë në çdo lagje pa diskriminim, në çdo fshat, e trajtojmë secilin banor në mënyrë të barabartë, sepse duam një qytet që i zgjidh problemet e veta urbanistike me qasje të kujdesshme, planifikim dhe realizim. Duam fëmijë që luajnë nëpër rrugë të rrugisat, nëpër sheshet e pashtit e qytetit, në siguri të plotë dhe në mënyrë dinjitetshme, e jo në hijen e ndërtimeve pa leje. E duam një Prishtinë që zhvillohet dhe kujdeset për secilin banor. E duam Prishtinën e vitit 2035, që do të jetë edhe funksionale, edhe zhvilluar dhe do të garantoj barazi, dhe për këtë e kërkojmë mbështetjen e gjithë juve. 9 nëntori është data, ndryshimi në Prishtinë po vjen. Faleminderit shumë gjithëve. Faleminderit kryeministër. Nga Prishtina e madhe shkojmë te Mitrovica, komuna me një rëndësi vitale për Republikën e Kosovës, ku ne kemi një plan të gjerë zhvillimor. Me kryetarin e ri Faton Pecin, i cili ka qenë një ministër i shkëlqyer dhe deputet shumë i votuar, jam dakorduar që me prioritet e pavonuar të ndërtojmë në Mitrovic impjantin për trajtimin e ujrave të zeza, kapacitetet për trajtimin dhe menaxhimin e mbeturinave, si dhe rregullimin e pastrimin e shtratit të lumejve Sitnic e Ibër. Mitrovicën e duam dhe do ta bëjmë të pastër si loti, të përshtatshme edhe për turizëm e për sporte të natyrës. Veç kësaj, dashur Mitrovicës, prioritet i imi, bashkë me kryetarin Faton Peci, është edhe ndërtimi i spitalit të ri të qytetit Mitrovic, një qendër shëndetësore multifunksionale e moderne, e cila do të shërbej pacientëve Mitrovicas dhe komunave përreth. E diun fort mirë se ka investime e interesime për bllokim e prapambetje të Mitrovicës, por Mitrovicën do ta pastrojmë e do ta zhvillojmë me mjedis, shëndetësi, arsim, punësim, kulturë e mirëqenie. Mitrovica nuk është cep i Kosovës, Mitrovica është zemra e Kosovës, andaj ju ftoj ta votoni njeriu e dëshmuar për punë e për suksese, birin e komunës suaj, e vllajën tuaj, Faton Pecin, të cilën e ftoj që ta merr fjalën. Faleminderit shumë.
Mirëmbrëma të gjithëve, e mirë se gjejmë njëri tjetrin në Prishtinë, i nderuar kryeministër, koleg nga qeveria e vendit, aktivist dhe gjithë ju të pranishëm. Mitrovica është sinonim i qëndresës. Mitrovica është sinonim i qëndresës dhe rezistencës. Edhe në këtë proces zgjedhor